Për ditën e 1 majit, vendosëm të vizitojmë festivalin e njohur kulturor folklorik në vendin tonë. Vit ky jubilar, ku Saraj Fest, plot 15 vite, është angazhuar që të sjellë ansamble nga rajoni e Mëxhër. Në zemër të Sarajit, organizohet kjo festë e cila për 3 ditë radhazi do të sjellë ansamble nga gjithë bota në krye me organizatorët e ansamblit Drita e Dervenit, për qëllim që të promovojnë vlerat, tradita dhe kultura tona më të thella folklorike. Këtë vit për 3 ditë radhazi do të ndiqni ansamble nga Turqia, Çipra, Slovakia, Ukraina, Kosova, Shqipëria, po ashtu edhe ansamble nga Maqedonia. Për të ditur më shumë rreth përgatitjeve, ansambleve dhe shumë më tepër, na përgjigjen koordinatorët dhe koreografi zotëria Kopajeti dhe zotëri Samet Abdullahu. Siç po shifet, tani po organizohet festivali 15 me radhë. Duke e pas parasysh përvojën e shumë më hershme të organizimit të këtij festivali, domethënë për ne as pak nuk është e rëndësishme, domethënë puna e kështu me radhë. Fillimisht domethënë duhet të them se gjithçka për momentin deri në detajat e fundit po shkojnë ashtu sipas planit parapam. Festivali Saraj Fest është shumë interesant se bëhet për zgjedhja njerë shumë me rëndësi. Fillojnë çdo sem fillon posa fillon viti, domethënë mbas vitit të ri fillojnë më njëherë aplikimet dhe hapim konkursin dhe për zgjedhjen më të mirët. Prandaj është i rëndësishëm dhe ka rëndësinë peshën e vet ky festival, për shkak se përzgjedhja bëhet shumë interesante, bën përzgjedhja nga të gjithë ne, domethënë si udhëtësi, po ashtu edhe bara i bjerë njerë edhe më tepër edhe koreografit për atë pjesën se me çka do prezantohen. Dhe ne vendosëm kësaj radhe që të kemi shtetet ndryshme, siç çdo festival, por si vjet diçka ishte pak më e rëndësishme për shkak se kishim edhe vitin jubilar, 15 vjetorin, dhe përzgjedhja u bë disi pak më më tepër pesh. Ishte me të vërtetë në shumë materiale, sende i pam se si performojnë në për festivale ndryshme, si rjedhin provat e tyre dhe për me bën përzgjedhjen. Dhe ne u përqendruam apo përzgjedhëm për disa shtete, siç është Slovakia, është Turqia, është Kosova, do të kemi edhe Shqipërisë, do të kemi nga Ukraina, ku me të vërtetë ato edhe për skaj gjendjes që e kanë atje, po na respektojnë, na vinë edhe vitin e kaluar kishim po dhe si vjet kemi, kështu që është një festival ku përkushtohemi maksimum që del diçka e mirë. Datat parafërsisht janë çdo herë, kjo periudhë ndoshta jemi 29, 30, 1, 2, 3, kështu që këtu sillen datat, por sido që tjetë ky format i udhëheqësisë festivalit punon vazhdimisht për të nxjerrë më të mirën dhe Saraj Fest prandaj e ka këtë jetë gjatësi. Me të vërtet. Zotëri Jakub, po e shohim tash edhe një fluks të madh të personave të cilët e vizitojnë edhe parkun e Sarajit. Më tregoni pak më shumë se sa është e rëndësishme që të mbahet një traditë e këtij festivali, çfarë misioni sjell për të gjithë të pranishmit që e ndjekin. Pra sa është e rëndësishme që t'i ruajmë traditat tona folklorike. Jo edhe rastisht është bo data 1 maj. Domethënë, çish nga themelimi i këtij festivalit, ne kemi vendosur që data 1 maj e këtij festivalit bëhet për shkak se këto njerëz, kaq fluks i madh njerëzve kanë nevojë për një argëtim pak më ndryshe. Edhe për këtë arsye ne kemi vendosur që këto 1 maj të jetë jo vetëm për grupet, por të jetë edhe për të pranishmit tonë. Kështu që festivali vetëm se ka marrë kahjen e një festivali të organizimit të festivalit ndërkombëtar profesional. Duke pas parasysh përmendi edhe Sameti pak më herët se po sjellim grupe të ndryshme, çdo vjet po sjellim grupe të ndryshme, kështu që besoj që edhe kësaj radhe ky fluks i madh njerëzve do ndahen të kënaqur nga ky festival. Sigurisht shumë e rëndësishme është edhe mbështetja e institucionave apo organeve të përcaktuara të cilët duan që të investojnë në gjëra të bukura siç është edhe festivali Saraj Fest. Na tregoni pak më shumë për mbështetjen që keni gjetur nga institucionet dhe organet kompetente. Shivalban, kulturat, këto gjëra që bën me vetë vullnet, çdo herë disi e kanë atë problemin. Por ajo fjala popullore thotë ndihmon ai që ka zemër, nuk ndihmon ai që ka para. Për fat mirë, të gjithë ne
syudhetësi, kemi shumë dashamir dhe shumë njerëz të afërt të cilët e duan kulturën, artin. Ministria e Kulturës e ka bot vetën, ato e kanë mendu aq, ne mendojmë se duhet vlerësojmë ma tepër, por pjesa e tyre është e mirëseardhur. Njerit edhe komuna e Sarajt për shkak se është domethënë Sarajfest është themelu pikrisht nga Shoqëria Kulturore Artistike Drita Derveni në bashkëpunim me komunën e Sarajt, por edhe afaristët të cilët me të vërtet nuk na lën vetë, ndonjëherë edhe vetë paraqiten, e din datën parafërsisht se kur mbahet festivali, tash të knaqër asnjëherë për shkak se është diçka që sot në ditën e sotit kushton. Nuk ka gjithçka sikur ishte më parë, por falë Zotit dashamirët, ata të cilët e duan artin, e duan kulturën, na ndihmojnë dhe vullneti shumë i madh edhe i neve, dhe kështu që ja dalim disi, falë Zotit në fund do të përfundon me gjitha të mirat. Dhe për fund, cili do të ishte mesazhi për t'i ftuar edhe të gjithë shikuesit që po na ndjekin në këto momente, t'i ftojmë dhe të shijojnë në fakt të gjithë këtë festival të cilin e keni organizuar për 3 ditë radhë. Duke pas parasysh se ne vetëm se datat i kemi lajmëru gjatë kohë më herët, kështu që data e sotshme siç e dim 1 maj, kemi 2 maj dhe 3 maj. Sot po mbahet këtu në Qendrën Rekreative Saraj, data 2 maj dhe 3 maj do mbahet në sheshin Isa Boletini në Saraj. Kështu që i ftojmë gjithë dashamirët e folklorit, ato që të vinë të përcjellin kulturat ndryshme, shoqëritë ndryshme. Tani do të keni mundësi të ndiqni vallëzime nga ansamblet pjesëmarrëse të cilët sjellin plot energji dhe harmoni në parkun e Sarajit.
Nën organizimin e ansamblit Drita e Dërvenit, ky festival kthehet në një urë lidhëse mes kulturave të ndryshme, duke sjellë në Saraj ngjyra folklorike nga vende të ndryshme të botës. Ky edicion është më shumë se një fest, është një homazh për traditat që na bëjnë krenar.